Miqtë e mi, mirëdita dhe mirëseardhët në transmetimin ton të Drejt për Drejt, edhe këtë të hënë të 28 prillit, ku ora shënon 12:01 minuta, do t'jemi live dhe drejt për së drejti në ekranin më të madh informativ në vend, në televizionin News 24 dhe njëkohësisht për gjithë teleshikuesit e rregullt të emisionit ton, do t'jemi live për gjithë udhëtarët edhe në Radio News 24. Normalisht, ditën e sotme do të ndalojmë tek ngjarja e aktualitetit, do të shkojmë sërish në Vlorë, sërish Vlora goditet nga një tjetër vrasje, një 58 vjeçari Renato Hoxhaj në orët e para të mëngjesit të ditës së djeshme. Për më shumë dishni materialet të përgatitur nga kryeredaktoria e emisionit me zemër të Anila Akmataj, e cila ndodhet në vendngjarje, do përshkruaj në vendngjarje atë çfarë ka ndodhur ditën e djeshme, por ajo ka marrë edhe një intervistë gjatë ekskluzive me detaje ekskluzive për emisionin me zemër të hapur, për televizionin News 24, të bashkëjetueses së 58 vjeçarit, i cili u ekzekutua ditën e djeshme në orët e para të mëngjesit me 3 plumba, 2 në kokë edhe 1 në krahëror. Fillimisht detajet e kësaj ngjarje dhe rikthehemi në studio. Një ngjarje e rëndë ka tronditur Vlorën pasi është gjetur i pajet shtetasi 58 vjeçar i identifikuar si Renato Hoxhaj. 58 vjeçari është vrarë në rrugë në afërsi të banesës së tij, ndërsa policia po heton mbi ngjarjen. Sipas policisë, 58 vjeçari Renato Hoxhaj është qelluar me 3 plumba, 2 në kokë dhe 1 në krahëror. Ai punonte si roje në një objekt ndërtimi. Ndërkohë, mësohet se 58 vjeçari nuk ka pasur asnjë precedent të mparshëm penal, ndërsa në zonë njihej si njeri jo problematik. Ai ishte i divorcuar dhe babai i 2 fëmijëve dhe jetonte vetëm. Pranë vendit ku është vrarë, ka edhe kamera sigurie, të cilat janë marrë nga policia për t'u kthyer, ndërsa po ashtu është marrë në pyetje edhe një prej familjarëve të viktimës. Në një intervistë më njëherë pas ngjarjes, bashkëjetuesja e tij ka dhënë detaje nga bashkëjetesa, ndër të tjera, ajo rrëfen se vetëm disa ditë më para se të ndodhte ngjarja, Renato është paraqitur në polici, ku edhe është mbajtur disa ditë, shprehet ajo. Por nga ana tjetër, ajo mohon të ketë pasur një bashkëjetesë si 2 bashkëshort, por thjesht ajo strehohej në atë shtëpi duke paguar një shumë parash. Ndiqni rrëfimin. Rikthehemi në studio në transmetim të Drejt për Drejt, me mua në studio avokatja zonja Teuta Shkëmbi. Përshëndetje, mirëseardhje. Kënaqësi. Në krahun tënd Eksena Qirici, psikologja jone e përhershme, psikologe klinike. Përshëndetje, mirëseardhje. Përshëndetje, Elis. Në këtë momente do lidhemi me Vlorën, nga vendngjarja, raporton kryeredaktoria e emisionit me zemër të hapur Anila Akmataj. E përshëndesim në këtë momente. Anila, përshëndetje. Elis, përshëndetje, ju përshëndes dhe siç e shikoni, unë ndodhem faktikisht në rrugicën ku të çon tek banesa e të ndjerit Renato Hoxhaj, të ndryshe Fredi, se faktikisht të afërmit e tij edhe bashkëjetuesja është e njohin me emrin Fredi. Në fakt ne do mundohemi që nëpërmjet kësaj kamere të tregojmë paksa pozicionin dhe vendodhjen se ku ndodhur krimi dhe se ku banonte 58 vjeçari Renato Hoxha apo Fredi Hoxha. Në fakt është një rrugicë e pyllëzuar, Elis, e cila është shumë afër qendrës së qytetit, mund të shikoni edhe me kamera. Është gati e vështirë për t'u ngjitur dhe për të ardhur në banesë, për të ngjitur, pasi është pyll edhe në fakt rruga është pothuajse për kalimtarët, le të themi, sepse këtu është e pamundur faktikisht edhe të jesh në mënyrë të lishme për të zbritur dhe për të ardhur për të ngjitur. Ju e shikoni që është i krimit dhe sipër këtij shëriti është banesa, nëse mund ta shikoni. Banesa ndër edhe qeni i Renato Hoxhës. I cili njëherë sa po erdhëm ishte i pari që na priti, sepse aty nuk ka njerëz, tashmë është bosh kjo banesë, por dua të them që ne patëm një kontakt me banorët, le të them me fëmijët e Renatos, nuk e di nëse më dëgjon Elis. Po, të dëgjoj, Anila, po? Patëm një kontakt me një bisedë të shkurtër me disa prej fëmijëve të Renatos,
Dhe edhe ata tregonin se shtëpia ku ndodhej ose ku jetonte Renato është shumë e vështirë për terrenin, faktikisht edhe për të ngjitur dhe për të zbritur. Le të themi që ka qenë nga të vetmet rrugicë që e përshkonte vetëm Renatoa dhe gruaja që ndante banesën me të, sepse është folur shumë bashkëjetuesja, por unë i referohem bisedës së gjatë që kam kryer me të, që ajo më ka deklaruar sipas asaj që thot vetë ajo që nuk ka qenë një bashkëjetuese burr-grua dhe nuk kanë pasur diçka intime së bashku. Ajo është strehuar në banesën e Renatos dhe paguante një shumë parash, 100.000 lekë të vjetra në fund të muajit nga rroga që merrte, sepse ajo punon si pastruese në qytetin e Vlorës, në rrugicat e Vlorës. Dhe thënë nga biseda e gjatë që kam pasur me Klodin, le të themi këtë grua e cila jetonte në banesën e Renatos, më është thënë nga ajo vetë se ajo jetonte e vetme faktikisht dhe nuk kishte, prindrit e saj kanë ndërruar jetë sipas dëshmisë së saj, dhe ajo është nënë e një vajze 18 vjeçe dhe kishte vendosur para 2 vitesh të jetonte në shtëpinë e Renatos si një njohje mes tyre, mes një mikeshës së tyre të përbashkët, e cila ja kishte sugjeruar Renatos që ta mbante në banesën e tij kite ku jetonte. Ajo strehoi dhe ushqimet i ndanin së bashku, dikush konsumonte, blinte apo harxhonte nga shpenzimet e tij. Zakonisht marrëdhënia e tyre ka qenë disi edhe me qete dhe me ulje ngritje, sepse ajo vetë më pohon faktikisht, pas disa pyetjeve që unë i bëj nëse ai ishte një konsumues i alkoolit apo i drograve, dhe ajo thotë që jo, nuk ka qenë konsumues, por ndonjëherë ai pinte alkool dhe e vetmja gjë që bënte ai ishte të qëndronte në gjumë për orë të tëra në banesë. Mirë po, dua të them me vis që nga bashkëjetuesja mësova shumë gjëra të cilat ndoshta deri më tani nuk janë transmetuar ose nuk janë thënë, sepse sipas dëshmisë së saj kam ndjekur pak që ka folur vetëm për faktin që ka treguar se ka kujtuar se kanë qenë fishek zjarre zhurma e armës së shkrepur. Dhe në fakt kështu është pohuar nga ajo edhe tek mua, por ajo tregon që në këtë bisedë të gjatë që unë pata me të, mësova që ajo para disa ditësh e ka, le të them, shoqëruar apo ka shkuar ta vizitojë Renaton, i cili ka qenë në para burgimin e Vlorës, thot ajo, nuk e di për çfarë arsye është thirrur në polici, është mbajtur më shumë se një ditë. Unë i kam çuar kafe, thot ajo, dhe e kam vizituar, por kur ai është kthyer në banesë pas disa ditësh, kam tentuar ta pyes për çfarë arsye ishte thirrur në polici dhe ishte mbajtur kaq orë, por nuk më ka treguar asgjë. Dhe në fakt ajo thotë se është dhunuar për disa herë nga Renato, pasi kanë pasur konflikte me njëri tjetrin kryesisht ekonomike, madje biseda e fundit e saj me të në orët e para të mëngjesit, sepse të dy Renato ka dalë më përpara nga banesa, sepse dilte ishte një orar i përditshëm, thot Klodi, që dilte para saj, dhe ajo ndërkohë për një gjysmë ore pas daljes së tij po bëi dhe për të marrë turnin e punës. Në fakt ka dëgjuar krismat, por nuk ka zbritur, sepse ka menduar që janë fishek zjarre. Kur ka zbritur, e ka hasur në këtë rrugicë që ju shikoni, trupin e tij të pajetë dhe ka kërkuar ndihmën e fqinjeve atë parë dhe të banorëve të tjerë të qytetit të Vlorës që janë shumë afër me këtë rrugicë. Po të zbresësh, po ta shikoni dhe si fani, ju shikoni që janë palletë, në shmafër me disa metra nga rruga kryesore që ndanë edhe le të themi rrugicën ose bulevardin kryesor që të çon pastaj në Skel. E kuptoj. Që ajo që paksa më enigmatike është fakti që unë i kam pyetur faktikisht disa prej fqinjve dhe i kam pyetur nëse ata i kanë dëgjuar krismat, sepse duhet të themi që ka qenë ora 6 e mëngjesit kur ka ndodhur, referuar dhe dëshmisë Klodit. Por ata më pohojnë se nuk i kanë dëgjuar krismat, edhe pse rrugica ndahet shumë pak metra nga shtëpitë e tyre, sepse sa zbret këtë rrugicë janë 2 banesa të tjera private ku jetojnë fqinjët e Renatos. Sa larg janë banesa e Renatos me banesën e më të afërt? Sa distancë kanë Anil? Po, ku as 100 metra. As 100 metra. Dhe pikërisht banorët e asaj banese pretendojnë që nuk kanë dëgjuar zhurma. Ka qenë ditë e diel, ora 6 e mëngjesit, ndoshta kanë qenë edhe në gjumë. Po edhe disa komshinj ose fqinj të tjerë të cilët më shoqëruan deri në mesin e rrugicës, ku po më tregonin që kjo është një rrugicë, themi në gjuhën popullore qorre, që zbrisnin vetëm këta banorë të kësaj banese, sepse po të shikojmë, vërtet kjo rrugë të çon sipër dhe mund të dalësh në Kuzum Baba, por është shumë e vështirë dhe nuk frekuentohet nga banorët e Vlorës si rrugë kryesore për të çuar në Kuzum Baba. Kjo është një rrugë e cila është bërë enkas për banorët që jetojnë këtu, në këtë rast shtëpia e Renat.
Renatos. Thënë ndryshe nga Klodi, nga bashkëjetuesja e tij, le ta themi kështu, tregon se kjo ishte një banesë në kushte mizerabël, shumë të vështirë, padyshim me një shtëpi thuajse e vjetër ku vetëm strehonin kokën dhe pohuar nga ajo për shkak të kushteve ata jetonin dhe flinin, ndanin orët e natës në një krevat, por jo si burrë dhe grua. Të ndarë, madje ajo tregon se dhe guvertat që ata mbuloheshin ishin të ndara. Mirë, Anila, në lidhje me të shkuarën familjare të 58 vjeçarit, të ka treguar diçka bashkëjetuesja? Kemi një informacion sot? Po, unë kam komunikuar me atë, më ka treguar që ai ka qenë në një martesë të mëparshme, e cila ka përfunduar në një divorc. Më ka treguar që është babai një fëmije, një djalë të rritur tashmë. Nuk mund ta them moshën e saktë sepse nuk kam informacion për këtë, sepse me sa kuptova, bashkëjetuesja Klodi nuk kishte asnjë lloj informacioni nga jeta e mëparshme e Renatos. Pra jeta e mëparshme e Renatos ishte hermetike tek Klodi. Këtë informacion që ajo thotë se ka shkuar disa ditë në polici, pra ka qenë i ndaluar, ajo e tregon sepse vetë nuk e ka gjetur në banesë, ka qenë dëshmitare e kësaj ngjarje dhe ka shkuar, i ka çuar një kafe. Po, a ka pasur familjar të tjerë 58 vjeçari, vëllezër, motra, kushërinj, çfarë ka dëgjuar kjo grua? Tregon që ka të afërm, por unë kur e pyeta më tha që prindrit e tij kanë ndëruar jetë dhe ai nuk ka të afërm që si prind për shembull që t'i ketë dhe të ketë komunikime të. Megjithatë, nuk e di, ndoshta informacionet e policisë tashmë do të jenë në avans, unë kam pas komunikim, edhe me instanca të larta ku thuhet se po punohet me intensitet të lartë për zbardhjen dhe zbulimin e kësaj ngjarje të rëndë që tronditi Vlorën mëngjesin e të dielës, pra orës 6. A janë sekuestruar kamerat e sigurisë? Ka kamera? Ke parë ti vetë Anil në vendngjarje kamera? Kamerat e vis në fakt kjo rrugic nuk ka, se normalisht këtu nuk ka banesa. Këto banesa private nuk është shtësi, sepse janë, po thuaj se banesa e Renatos është një banesë e cila qëndron me llamarina, nuk është se është një banesë tamam e tipit një banesë normale. Por në hyrje të kësaj rrugice, shumë pak metra më poshtë janë pallate, ka dyqane, ka një ambient ku është i frekuentuar dhe patjetër që policia dhe organet kompetente po flasin për këto kamera që janë në hyrje të rrugicës. Që ne kemi parë tashmë informacionet që kanë dhënë që është parë një njeri i cili ka qenë i maskuar, pra me kapuçe dhe me shall. E në fakt unë mendoj që edhe nga konfirmimi që ka marrë nga instancat kryesore më thënë që është drejt zbardhjes si ngjarje, sepse në fundit ekzistojnë kamera dhe do të bëjnë punën e tyre sigurisht. Por ajo që mbetet e vis edhe më tragjike dhe më terrorizuese është frika që kanë krijuar banorët, edhe unë dua të them dhe diçka tjetër para se ju të ndiqni intervistën, të cilën e ka marrë menjëherë Klodit disa orë pas ngjarjes, pasi kishte dhënë dëshmi në polici, e cila mbeti natën e mbrëmshme në mes të rrugës, nuk vinte dot në shtëpi ku ajo jetonte prej kohësh, e para kishte frikë nga të afërmit e tij sepse banesa, siç thash, ajo e ndante dhe paguante një qira. E dyta kishte frikë sepse është një rrugicë qorre dhe kishte parë trupin e tij edhe gjithë atë masakër që ishte bërë nga plumbat dhe kishte frikë të vinte në banesë. Dua të përfitoj nga rasti të falenderoj pas shumë përpjekjesh të mia pronarjen e Hotel Kullësit, i cili ndodhet në le të themi shumë afër Spitalit Rajonal të Vlorës, i na hapi derën dhe na pranoi për ta strehuar Klodin dhe për të qëndruar aty bashkë me vajzën e saj 18 vjeçare sepse ndjej friksuar. Por kjo më pastaj nuk ndodhi sepse një grua e cila i gjeti duke qarë në mes të rrugës dhe duke bërtitur me të madhe e mori dhe strehoi, dhe këtu vlen që ta falenderoj dhe këtë zonjë pasi unë nuk ja di emrin dhe mbiemrin. Nëse Anila, ti ke bërë punën tënde, i ke siguruar një natë hoteli së bashku me të bijën, por le të ndalojmë pak tek frikrat e kësaj zonje nga familjarët e 58 vjeçarit. Pse kishte frikë nga familjarët e tij? Ose konkretisht nga kush nga familja? Ajo i ka njohur familjarët më parë? Jo, nuk i ka njohur, se unë e thash edhe pak më parë që ajo kishte një marrëdhënie gati me rjep me Fredin, pra Renaton, dhe nuk kishte mundësi që të komunikonte me të dhe të kishte një lloj kërkesë llogarie ndaj tij apo ai ndaj saj. Madje mbaj mend nga biseda që do ta ndiqni, ajo më ka pohuar se nuk ishte guxim as t'i kërkonte llogari kur ai komunikonte me një femër tjetër, siç thot ajo, duke i kërkuar llogari dhe duke u bërë xheloz se diku e kishte parë me dikë tjetër. Pra unë kuptova, thënë troçë dhe shqip, që ata nuk kishin një marrëdhënie si burrë e grua, edhe pse bashkëjetonin në një banesë dhe nuk ndanin dhe nuk konsumonin një marrëdhënie intime, por ishin thjesht e strehuar në banesën e tij. Dhe kjo si rezultat lind dhe të çon pastaj në mendim dhe në logjik që ajo nuk ka pasur asnjë lloj informacioni rreth asaj çfarë ka pasur më përpara
Fredi apo Renato Hoxha. Ajo ka folur në këtë bisedë mua rreth asaj që ka hasur dhe ka parë ajo gjatë këtyre 2 viteve bashkëjetesë me të. Ndërkohë që ti ke pasur komunikimet vazhdueshme edhe me policinë e Vlorës, ku janë pistat e hetimit të policisë? Ku shtrihen ato? Edis nuk kam asnjë informacion të tillë dhe nuk mund të flas nëse nuk kam diçka zyrtare. Sepse flitet që ka pasur një të shkuar jo kriminale. Ndërkohë që vetëm pak ditë më parë ka qenë ndaluar nga policia dhe kjo bie pak ndesh me informacionet për ta qartësuar. Qofse ke një detaj. Kjo që sa po thash, unë e di shumë mirë që do të bëhet një lajm, do të qarkulloj le të themi nëpër portale dhe nëpër këto portalet private, po problemi qëndron që thën nga goja e Klodit dhe unë nuk mund konfirmoj a është një gjë e vërtetë apo jo, por thën nga goja e saj që disa ditë përpara se të ndodhte ngjarja ai është shoqëruar në polici dhe ajo e ka gjetur në ambientet e paraburgimit sepse ka shkuar dhe i ka çuar një kafe. Shiko, e thën nga ajo e merr një përgjegjësi besoj morale dhe duhet jetë e besueshme përderisa ai është vënë mikrofonin nga një gazetare siç je ti Anil dhe ajo i di përgjegjësitë e çdo dëshmie dhe nuk ka asnjë lloj interesi dhe ne e dim që dëshmia që jepet në momentin e parë të ngjarjes është dëshmia më afër realitetit. Nuk besoj ta ketë përpunuar në mendjen e saj dhe të thotë detaje të cilat ne do t'i tregojmë pas pak bashkë. Jo, për punim nuk besoj fare dhe nuk e besoj këtë sepse ajo ishte shumë e traumatizuar dhe ishte shumë e rënduar, ishte në një shok të vërtet, ishte në mes të 4 rrugëve, pra nuk është se po e mbante shumë mendjen dhe logjikën tek ngjarja se sa e mbante se ndodhej në mes të 4 rrugëve. Dhe unë këtu përfitoj ti bëj thirrje institucioneve si Bashkisë dhe institucioneve të Vlorës ta ndihmojnë këtë zonjë sepse në fundit është një kontribuese në qytetin e Vlorës sepse punon si pastruese në rrugë. Ju lutem instancave të Vlorës se mbrëm kanë bërë disa telefonata, qofshin këto edhe drejtuar disa institucioneve të cilat menaxhohen dhe kanë të bëjnë me arsimin, i kam kërkuar ndihmë për ta strehuar. Megjithatë, unë i bëj thirrje që ajo të ketë një strehim afatgjatë sepse në këtë shtëpi dhe në këtë banesë ajo mbrëmë ka pohuar që nuk do të kthehet më kurrë. E qartë, Anila, unë shpresoj që gjatë orëve që do qëndrosh në Vlorë mund të kesh një komunikim të drejtë për drejtë me zonjën për ta pyetur në qoftë se është strehuar diku apo jo, do të ketë një nevojë për ty apo për ne bashkë, mbas thirrjes që bëm në këtë emision të sotëm. Mirë, ke diçka tjetër për të shtuar Anila në fund të kësaj lidhjeje? Jo, nuk ka. Ju lutem të ndiqni intervistën që kam zhvilluar me të dhe do doja që të gjithë publikut shqiptar të kursejnë komentet kur ta ndjekin këtë intervistë sepse mos harrojnë që ajo është një zonjë e cila vjen disa orë pas ngjarjes së rëndë dhe terrorit që ka kaluar, por mos harrojmë që ka kaluar dhe ka jetuar një jetë shumë të vështirë mes kushteve të tmerrshme, mizerable dhe shumë të varfra ekonomike. Faleminderit për raportimin dhe për mesazhet që sjell nëpërmjet raportimit tënd drejt për së drejti në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Faleminderit Anil, ndjej mungesën tënde fizike sot në studio, por ndërkohë jemi në këtë lidhje virtuale dhe të falenderoj për punën e jashtëzakonshme që bën çdo ditë, kontributin tënd në emisionin Me Zemër të Hapur. Faleminderit edhe të përshëndes ty edhe gjithë stafin që ti ke rreth e rrotull vetes tënde. Ndjekim hapësirën e parë publicitare, rikthehemi menjëherë me intervistën e plot dhe detajet ekskluzive që sjell kryeredaktori e emisionit Me Zemër të Hapur Anila Akmataj në një bashkëbisedim të drejtë për drejtë me zonjën e cila ka bashkëjetuar prej 2 vitesh me viktimën. Mbas hapësirës së parë publicitare jemi në pjesën e dytë dhe drejt për drejt në ekranin më të madh informativ në vend, në televizionin News 24 është momenti të shfaqim intervistën e plot që kryeredaktoria e emisionit Me Zemër të Hapur Anila Akmataj ka marrë pak minuta pasi bashkëtuesja e 58 vjeçarit i vrarë ditën e djeshme në Vlorë rreth orës 6 të mëngjesit ka dhënë për ekskluzivitetin e emisionit Me Zemër të Hapur. E ndjekim këtë intervistë shumë interesante, ka shumë element, të paktën çfarë di ajo në lidhje me 58 vjeçarin me cilin kishte bashkëtuar jo në mënyrë të drejtë për drejtë, por kishte ndarë gjithçka me të përveç se një marrëdhënie intime, siç u shpreh edhe gazetari Anila Akmataj. E ndjekim dhe rikthehemi në studio. Ti ke qenë më përpara martuar apo? Po. Ke fëmijë me një bashkë? E divorcuar? Po. Sa kohë kishe që njëhesh me Renato? Renato nuk mbaj dhe më mirë.
Ke më shumë se 2 vite? Po, ka 2 vite. Edhe në ato ka qenë i martuar dhe i divorcuar. Është baba i fëmijëve sa fëmijë ka? Ka vetëm një djalë ka. Si ka qenë marrëdhënia jote? Marrëdhënia me ato i kati. Pse i ka? Ishte i dhunshëm. Në ndishte në shtëpi, dhimte. Po pse? Ishte përdoruesi i alkoolit? Ja. Nuk konsumon alkool? Ja. Drogë? Ja. Pse? Çfarë kishit konflikt? Se ti që më thoshte mua që ishte ikë ka shpejtë të mua. Si ishit njohur me njëri tjetri? Mama bëri njëra këto. Që të njifte ty dhe njifte ato? Jo, e njifte ajo. Ato? Edhe takoj mua jo rasisht. Edhe më lidi me ato mua. Ati përse që në shpia jo, mbajti mua e pastaj. Aty s'lëviza mua pastaj. Ami pastaj lëviza pastaj. Aja kam ikur dhe në Itali. Ka qenë Itali. Sa ka? Marrë se sa kam. Ikët bashkë apo vetëm? Jo, vetëm në ikët. Në kohën që ti ishe në bashkëtesë me Renato. Po pse ike? U zure me ato? Jo, fakt. Ike për të punuar? Ika vetë. Ka shumë do iki, ka shumë të punon. E një ikë. Dhe si isha në punë, të të isha pa punë. Ika. Ase më këseva pa, pasaj. Gjeti një punë dhe po jetonit normalisht? Puno, pasaj puta në punë. Çfarë punë bënte Renato? Ai vetëm se rrita aty, gjatite. Faroje të objekte? Tek lokal. Vetëm sa ule shkosh, pinte kafe, në po drejt e vite në shtëpi, pasaj printe gjumë. Si sillen me të në tukë? Me mua, po. Po nuk sillesh në një shëtit, po vetëm se printe gjumë ai. Vetëm gjumë do të ai. Printe? Shtresha, gjumë. Atë në që në dhe ngjarje? Isha në shtëpi, në atë kohë. Ti ndërkohë kishe fjetur në shtëpi dhe po merrje turnin e mëngjesit për të pastruar, se ti punon tek pastrimi i qytetit. U ngrita ai në mëngjes, si u ngrita mëngjes, në ora 6, Po? thira telefoni me zile, kështu që kije ora. Kishte vënë orën që të zgjahet. Se dhe unë në kam. Po, sepse duhet shkonte në orën 6 në punë. Jo, në shutelaj. Në ato orë ditaj. Ditë zakonisht. Dite për ditaj, në ato orë. Ndërkohë ai doli ti të qëndrove në shtëpi. Unë qëndrova brenda, në shtëpi, dhe ja brenda. Në aty digjova në pasaj. Dëgjove të shtënë? Të shtëna, tash unë do jetë fishek zjarë kjo, tash unë, edhe na i fishek zjarë, tash. Veç kur dola në pasaj, ishte shtrira atje. Sa u vonove ti nga dalja e tij deri te dalja jote? Unë dola për jo sa u vesha. Sa u bëre gati? Besoj rreth gjysore. Gjysmore, sa u vesha, sa u bëra gati unë për punë. Kur dola në pasaj, ku shikojmë në atë, ishte shtrirë. Aty pasaj vafova të bortit të madhe, as i ri serdi aty. Serdi as i ri. Ishe vetëm ajo gjitoni aty portoli. E pëtë aty, tash penju, tash kush e vravi, ajo tha nuk di kjo, ajo tha. Po ti nuk para i ishe, të kishte thënë njërë në një natë Renato që kishte në një shqetësimin nga ndonjë tjetër? Fare. Kishte pas në një konflikt më përpara? Të më parë shumë vite më parë? Të kishte shprehur ndonjë? Jo, asnjë gjë. E dëgjoje në telefon të fliste të kishte ndonjë konflikt ose ndonjë sherrë? Jo, fare. Ti ke pas në i sherrë, në i grindje kështu, ai jo, fare. Sa i vinte vetëm në shtëpi, printe i gjumë ule shposhtë. Sa pinte kafe, pinte në kohë dreke. Ti vetë çfarë mendon? Se mund të ketë vetë çfarë mendoj, nuk e di. Çfarë themi me këtë që unë e shkita? Se ti fare. Ke pasur në telefonat nga familjarët e ti? Nga djali? Jo. Ai fliste me djalin, unë... Nuk ishe komunikat? Jo. Ti më the që shumë herë ai të kishte ndjekur nga shtëpia. Po. Kishte një arsye apo e bënte pa arsye? Jo, e bënte vetë, se ashtu ja thoshte mamja ati. Vuaj pra nga probleme të shëndetit mental? Jo, pa. Asnjëherë. Nuk konsumonte as alkool? Jo. Ishte konsumuar ndonjëherë alkool? Pinte në që kështu ai shtrihte, më vetëm ose gacmon. Nuk e luja unë. A, pra pinte? Pinte. Raki, çfarë? Raki ai, dhe shtrih, pinte gjupa. Vetëm pinte gjupa. Që degradonte? Jo. Nuk ishte i vetëdijshëm për ato që bënte veprime pastaj?
Ai vetëm të pinte aty shtresh, pinte që nuk Kërkon zbarë dhe vërteta, je pa shtëpon të, je rrugë. Një pa shtëpi. Je rrugë. Jam rrugë. Sa kuptoj. Vanessa është aty, e do ta marrin ata që kështu s'kam kuptuar. Unë rrobat aty. Ke frikë të shkosh sot? Unë kam frikë. Nuk rrim. Në atë ngjarje. Aty, sa doli nga shtëpia, aty janë edhe frikë. Se më regon se më ndodhi diçka me ty. Mund të ndodhi edhe diçka. Mund të ndodhi edhe diçka, ku ta di. Çfarë kërkon nga shteti? Ai nuk kërkoj nga shteti të shtëpi, një stretua, një dëm të vogël, sa për vetë. Sa kërkon? Të keni një stret të vogël. Sa Je pyetur sot? Ke dhënë dëshminë tënde vetëgjalljes për atë momentin që pe? Jo. Fare? Ku ke pyetur nga policia? Vetëm nga policia po, jam pyetur se më morën në policia. Ta pyetur mua, më morën të dhëna të gjitha. Tash unë s'kam gjë. Sa kohë nga momenti që ti pe trupin e bashkëpunësit erdhën njerëzit dhe u lënua policia? Pas trupin aty ku erdhi asnjëri, se unë përtita me të madhe, e lërita, brita poshtë lokali, ato kohë që brita poshtë lokali, unë i thash asaj, kamarire. I thash asaj një qik policin, i thash se ma e vrau në Fredi, i thash unë të përtita të madhe, të në po qaja. Ato kohë se isha me... Fredi? Ishte dy emra Renata? Fredi, thosha, aty Fredi në shushet. Kështu t'ishte prezentuar ai? Po, Fredi. Pa ti nuk dije shumë nga jeta e tij apo? Jo. Ai kishte emigruar diku? Kishte qenë jashtë? Kishte qenë ndonjëherë në polici, si ndonjë precedent penal, ndonjëherë i paraqitur në komisariat? Ka që vetëm ku morën të brenda. Pse e morën? Të brenda nuk e ti për qashë e morën. Sa kohë më parë? Sa shumë? Është arrestuar një herë. E ka thirrur në polici. Nuk e ti për Po qashë. për çfarë? Morën, nuk e ti. E pyete ti kur u kthye në shtëpi? Po e pyetra nuk më dha të dhe në. Çfarë të tha? Asi gjë. Nuk të tregoj asgjë. Jo, asi gjë të tregoj mua. Po sa qëndroi në polici? Nuk që ndronë shumë ai. Sa? Me ora apo me ditë? Jo, dhe nuk e ti ka kanë. Një nata, 2 neta, nuk e ti ka kanë. Doli, ta sa erdhi në shtëpi. Pra, pak kohë më para i ka qenë një arrestuar dhe ka qëndruar 2 ditë që brenda. Po, tu që ka para burgim. Polina që ka. Edhe vajtën këta, pasaj vajta dhe unë që qova një kafe kështu. E pyte atje? Që pse Pyeta i ndodhe? kashën për qarë sy, i kashën me morën këto, i kashën për qarë sy. Çfarë të thanë? Nuk më shpjegohen asë gjë. Mendon se ai mund të ketë pas një konflikt me ndonjë dhe ti se ke ditur? Nuk e di. Të se ti. Mund ta ketë denoncuar dikush që ai u paraqit në polici? Se ti. Nuk e di. Do me thënë vetëm një herë në bashkëjetesën tuaj vetëm një herë ka qenë brenda? Me të një. Kjo Tu që të kjo, policia. e duarës. Po kur të ndishte nga shtëpia të ka dënuar fizikisht? Ka prekur ndonjë në kaj? Njerë më qëlloj për arsye se i kashën nuk e kashën. Po çfarë ka bërë? Të tipit si? Ka që se më morë telefon dhe poli me ikën. E kashën, punë e këtë, Niste me ndonjë femër tjetër? Po, kashën punë e këtë, i kashën se qa punë tjetra. Kush ishte kjo tjetër? Nuk e ti. E kishte kjo të njohur? Dhe çfarë po i thoshte kur kërkon të llogari? Për i kërkon të llogari. Çfarë i thoshte nëse mban I mend? kashën, edhe shashë të pashta të kapa veta, të shishta e të djalitë, po djalitë. Unë e tja, të doli jashtaj, të t'i o bori, unë isha brënda. Me telefonin tonë? Me jo, me telefonin nuk tja, se me telefonin tim nuk e hapë. Po? Pra, ai ndërkohë u bë xheloz për një grua tjetër. Me atë që dëgjove ti. Atë që dëgjova unë. Pastaj kur pola unë, ai më qëlloi. Me grush? Shumë në tatë. Kishe shkuar një në polici? Përdimin që të kishte Jo, ushtruar? Të la shenjë? Ke pasur shenjë? jo, vetëm se më qëlloi një dafta shumë maj. Dy dafta të mija, e lashën për qaj. Dhe nuk guxove më ta pyesi çfarë bërë. E lashën për Ka ti mendon se ai mund të ketë pasur një lidhje tjetër me një femër tjetër? se ti. Sepse ai me dikë tjetër nuk ishte, përveç se bashkëtonte me ty dhe ishte i divorcuar. Po, Ka pasur në marrëdhënie ose lidhje telefonike me ish gruan e parë? nuk e.
E telefononte ndonjëherë ajo? Nuk e di. Të fliste ndonjëherë për ato? Jo, fare. Fare që fliste fare, ma ai për ato fare. Pra ti po thuaj që disa ditë më parë se të ndodhte ngjarja, Fredi, Renato në të rast që mbante 2 emra, ka qenë në polici. Po, Do thotë i ndaloi në izolier. Pra në paraburgim. Prej 2 ditësh aty. Pastaj pas 2 ditësh ai u lirua. po, do. Por ti nuk morë vesh asgjë. Nuk mora vesh asnjë gjë, nuk më thanë asnjë gjë. Hajde ta mos se s'ka asnjë gjë më thanë. Pra në këto 2 vite apo më shumë bashkëjetesë është marrë vetëm një herë nga policia. Po, një. Dhe ti nuk e ke denoncuar asnjëherë në polici për dhunë që ka ushtruar. Ke pasur frikë apo? Jo, më frikë, po s'hajta, s'e. Në Algjeria aty. Familjarët e ti, prindrit, vëllezërit, motrat e ti, S'ka punë. s'ka punë. Kudo vete unë, ja, kudo vete. S'kam kudo vete, kudo shpia, pakën, kemi një stres. Kjo është. Në përvap më ndoshë mua e në aty poshtë të reraca. Ke fjetur atje? Jo, po rria aty derisa të ulesh poshtë ai. Kam polu në telefon me një zënevaj, apo e qëka, qaka i tashmë një vjetë njës me shirma. Është të mire Të ndoqen nga shtëpia? Në vapë, në përvap. E sa po që në vapë? Po si ndrova shumë, pasa unë gjitha lartë në shpi, Pa i unë ishte? në telefon, po pëthem, thamos, të gjinë në shpi, në thamos, po të gjitha në shpi, të vërdi sa vdenë. Pse? Urerdi lërë, po se një pasi një të dhja. Si të Hani dark bashk, hani drek bashk, konsumon të në një vapë bashk. po, në bëja gjellë, në bëja gati, i dhja për të mërën ati, kur linda i a bëja kja të gati. Ta ti pëmë thua që nuk ishit një marrëdhënie si burë e grua. Jo. Thjesht po strehoshi se cili të jo, lëshin. jash aty unë që rria të kaj. Konsumonit marrëdhënien intime? Jo, në ato një. Thjesht po strehoshi në shtëpi. Vetëm aty që rria, që merja rogën, jepja le. I jepi në lekët e Po, tjera? po. Po pse? Qimi le. Po pse? Që rria aty. Që panonë aty. Ju ndanit qëranë së bashku. Ishte shtëpia ati kjo? Po, shpia aty, Dhe ti jepja jepi le. 100.000 lekë aty? Po, jepja le. Kishit në shkruar një kontratë gojarisht që ti do jetoja aty dhe do pagoje këto lekë? Jo, jepja vetë tu kisha dëshiru, që mos kisha gojë të thoshte pasaj a ik në shpia, që përzinte më. Përzinte më. Po kur konsumonit ushqime? Edhe këtë radhë ishte mbrëm në tarë, sa ma ga të marrë shrokën më thama, do t'i vesh tu ta lekë, Të gjitha. tu, thama. Se t'i dhe tu, qashtu i, pa shumë. Pra ju debatuat para se ai të I thashëm për qashtu, për tha një më në thamë, i thashëm të koto, i thashëm lekë të ja, thëmë, jo të të rajë. Po ku i konsumon të këto lekë? Çfarë Nuk e ti. Se ti A merr të rogë vetëm? Nuk më tregon të rogën. Nuk ti e asgjë? Jo, fare, nuk më tregon të fare ma i lekë. Pa i ka marrë dhe një makinë, në që nga në aty të gara aty. Do pytesh makinën. Aty të. E ka blerë? Po, e ka marrë. Ka blerë. Pra ti po më thua që ju keni pasur thjesht keni ndarë një banesë të dy së bashku. Pa aty fini me një tregash. U flinta, i flinta dhe në tregash të aty. A i flinte këte unë në ambena muri, e batarjeni ja, në batarjeni ja. Si pëshu. E kuptoj. Pra nuk konsiderohesh si burrë e grua. Ja, vetëm se rria në atë. A i më thoshte ma, ku do vesh, iki në pullo e tashu. Që do mash për të ngrëni tashu? Me që të ush. Të të bërë drekën. Pastaj ti e gjithë aty. Po, ishte bërë ai bizele me salam, ishte bërë ai. Kula shpunën në darkë, në ora 9. E gjej unë në shpikë, po ky rishtri. Ishe zëngjur? Jo, rrite që në telefon. Cila ke biseda e fundit që bëhet mbroj? Biseda e fundit, i thashëm me të kajsë, më tha shumë ai, mos ik në punë, tha mu, be pushime, tha mu. Pse? Pse i thashëm? Nëse bëj pushime, do bëj mungesa tjenë. Të hanë nuk e shumë jam pushime. Po përse e donte pushimin tënd?
Do pason të vëndin aty që ka bërë atë ledhin aty ai, që ka pasuar gjithë atë që ka hedhur ato mbeturin atë i ka prerë ato këte. Kërkon të rije që të ta ndihmojë. Që të ndihmoja, si e ndihmova. Pastaj e la që nuk do rije pushim. E mimi ta i plakun. Kaq. Kaq. Kjo ishte biseda e fundit. Kjo ishte. Në mëngjes? Në mëngjes. I thashëm, Ruska si gjë shtëpia i thashëm, mimi thashë të marrin në kaq. Qa ka shtëpia të hamë. Nuk s'lesha, qa kishte shtëpia hala. Buksat. E kanë të inde për bukë, edhe për bukë. Pse? Ti punoje vetë? Po punoje. Ti me ka i vetë? Jo, lekët Këto lekët i ka thënë ti mbajnë për një majë që kam, i ka thënë ka hejtë me janë, i ka thënë. E do dalim, i ka thënë, ku do dalë është ti? Po do dalim me një këtu, i ka thënë për dalë, këtu. Ka plot. Rikthehemi në studion e emisionit Me Zemër të Hapur për të komentuar atë që dëgjuam nga intervista që bashkëjetuesja, një marrëdhënie shumë e çuditshme që duhet komentuar në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, pash një lloj rezervimi të zonjës për të shprehur 100% atë që dinte, ose ajo nuk dinte asgjë fare, është shumë e sinqert në atë intervistë, por që një marrëdhënie shumë komplekse, shumë e çuditshme. Mund të ma komentosh Eksena? Kuptohet që është një marrëdhënie interesi. Pra, zonja shërbente, ofronte para për jetesën e saj dhe nuk merrte asgjë në këmbim. Pra, ka tentuar të krijojë një marrëdhënie me të dhe ai ka bllokuar çdo lloj rrugë komunikimi. Edhe arsyen pse ai është mbajtur në paraburgim, ajo nuk ka arritur dot të kuptojë, sepse sigurisht në mënyrën se si ai e ka mbyllur me ftohtësinë e tij në raport me të shkuar, në raport me ditën, ka bërë që kjo lloj bashkëjetesa të jetë më shumë për arsye ekonomike se sa për të ndërtuar deri diku një marrëdhënie së bashku. Çfarë të bëri përshtypje nga ajo që referoi zonja, tregoi në fakt detaje ekskluzive për studion e emisionit Me Zemër të Hapur, po përsëri ishte shumë e rezervuar në dhënien e detajeve, duket që ishte friksuar, por Anila në raportimin e saj në pjesën e parë tha që më tepër ishte friksuar nga personat të cilët janë përfshirë në ngjarje, por sidomos edhe nga familjarët të tij. Sa më shumë të panjohur të jemi me arsyeën e një ngjarje, aq më shumë friksohemi, sepse fillojmë dhe bëjmë analizën se çfarë kanë bërë gabim që personi ka arritur në këtë lloj përfundimi dhe ti si bashkëjetuese e cile mund të flasësh, pa mund të tregosh më shumë, sigurisht që friksohesh që mund të të ndodhi dhe ty e njëjta gjë për shkak se ke bashkëtuar me një person që në pjesën më të madhe të situatës ti nuk e ke njohur. Pra as situatën e policisë ajo nuk di ta shpjegojë dhe të kuptojë më shumë. Pra, duke qenë për shkak të dhunës që ai ka ushtruar qoftë fizike por dhe psikologjike, ajo është thjesht tërhequr dhe ka bërë gjërat primitive pra që bën një person që të strehon. Nga raportimi paraprak i policisë ditën e djeshme, por edhe nga detajet që janë dhënë në media ditën e sotme, raportohet që 58 vjeçari nuk ishte pasur precedent të mëparshëm penal, por që kemi intervistën dhe dëshminë e zonjës që thotë disa ditë më parë ai ishte më shumë se sa 24 orë dhe unë vizitova në dhomat e policisë dhe motiven se për çfarë ishte ndaluar ende nuk e dim. Kjo është një arsye që lidhet me logjikën pse pasi ai ka dalë nga paraburgimi mund të jetë vrarë, sepse ngrihen disa pista dyshimi. Pra, ose është pjesë e një rjeti... Nga dhomat e shoqërimit mund ta themi më tepër. Po është mbajtur. është mbajtur për një arsye dhe cilën është dyshuar. Dhe fakti që është mbajtur sigurisht që ka patur, po themi, arsye të deri pra, diku të policia mund ta mjaftueshme. di motivin e vërtet. Dhe pikërisht fakti që ai mbas kësaj ngjarje është vrarë, do të thotë që ai mund të jetë dëshmitar e diçkaje, mund të jetë pjesë e një rjeti të caktuar, sepse përgjithsisht njerëzit që jetojnë në kushte të vështira, pra që vijnë nga kushte mbijetese, që përfshihen në rrugë kriminale, pra deri diku, sigurisht bëhen shpesh
bëhen shpesh arsye që po themi të nxisin këtë lloj ngjarje. Për shkak të vështirësive në të cilat ata jetojnë, për shkak të kushteve të vështira, sepse duhet të kuptojmë që është një pjesë e shoqërisë të cilën jeton në kushte mbijetese. Dhe në përgjithësi, mbijetesa konsiderohet një nga elementet që nxit vrasjen, sepse rëndësishme është kuptojmë, është një arsye madhore apo është një arsye mbijetese vrasja në këtë situatë. Pra, po komentojmë një vrasje me apo pa motiv në këto momente në analizën tënde. Sepse tendenca njerëzore është për të kuptuar ka një arsye madhore mbas kësaj vrasje, apo ka një arsye të cilën ne mund ta konsiderojmë të lehtë, primitive, për ta gjykuar në gjithë kontekstin pra njerëz të vështirë, që bëjnë jetë të vështirë, pastaj ne kemi cilësuar që ka një të shkuar problematike, sepse duam të bindemi që personi është vrarë sepse ka qenë problematik. Por këto nuk janë logjik që bëjmë pjesë në arsyeën. Të doja që më pas ne të dyja edhe të komentonim më pak sa ka humbur vlera e jetës sot në Shqipëri nëpërmjet vrasjeve, aksidenteve, suicideve e të tjerë, se duket sikur po normalizohet vdekja e dikujt dhe aq më tepër e mënyrës se si vdesin nëpër aksidente, nëpër vrasje, të motiveve të tilla, por edhe në suicide apo drejt tentativës në suicid nga dikush tjetër. Kjo është për ta komentuar pak më vonë. Çfarë të bëri përshtypje nga gjithë intervista e zonjës, një marrëdhënie jo normale, më duk mua të paktën, e çuditshme, apo nuk ka asgjë të çuditshme? Pra nëse ata kanë vënë dakord që bashkëtojnë thjesht për arsye ekonomike, pra nuk ka një lidhje së bashku, sigurisht që kuptohet që kjo lloj ftohtësie ka arsye ekonomike. Pra nuk kishte një lidhje ndërmjet tyre, thjesht zonja si nevojtare, si një grua pa shtëpi, e vuajtur në gjithë dinamikën e saj, ka menduar që, pa ne flasim që janë në kushte mbijetese. Po shërbimi që i bënte zonja duke një shërbim i një bashkëjetuesi normal, sepse ato nuk ishin bashkëjetues normal nëse nuk ishin konsumuar edhe marrëdhënie intime bashkë, por ama për kujdesi i saj të çonte pikërisht në këtë lloj ide, pavarësisht se ajo mohonte të ketë pasur një raport seksual. Nxjerr në pa nënshtrimi që ka një grua. Ajo tregon edhe që është dhunuar. Po, pra nxjerr ka qenë agresiv. Për çfarë? Nevojë patjetër, sepse nëse ajo tentonte të kërkonte më shumë shpjegim apo llogari, ai e bllokonte, sepse ai kishte deri diku të qartë arsyeën pse ndoshta ai kishte ftuar zonjën në shtëpi. Po nëse unë të shërbej ty, jetoj me ty, në një farë mënyre ti më kërkon llogari, do marr edhe pjesën tjetër mbrapsht, që zonja në një farë mënyre e një element mirënjohje që në kushte mbijetese në përgjithësi nuk ekziston, sepse ne pretendojmë që njerëzit jenë mirënjohës për një arsye apo një tjetër, dhe prandaj zonja ka zgjedhur ta paguaj, sepse e kuptonte pra që ai ishte i ftohtë në raport me të dhe ka bërë thjesht për arsye ekonomike. Ama autoritarë që parat mi bërë këtu, mos më pyet me kë flas, ndërkohë që vetë nuk i bënte përkashit zonjës këto gjëra. Pra tregojmë që ka edhe një lloj lidhje, por edhe nuk ka një raporti i çuditshëm. I njanshëm. Pra, ai që ka më shumë nevojë është kokulur, ka më pak zë, dhe sa më shumë dhunë të ketë, sa më shumë nevojë të ketë njeriu, sigurisht aq më të vështirë e ka të ngre kokë, dhe kjo kupton dhe nivelin e traumës dhe tronditjes emocionale që tashmë ajo ka pikërisht për shkak të preardhjes së saj të vështirë qoftë në raport me martesën e mëparshme, jetesën e mëparshme, por edhe në kushtet e mbijetesës që i duhet të jetojë. Megjithatë, shumë e mbyllur sipas zonjës, i gjithë raporti që ai ka pasur edhe me familjen e dikushme, me ish-bashorten, edhe me fëmijën, të paktën siç raportonte zonja, pavarësisht se në media është thënë që ka 2 fëmijë, zonja thotë që her pas here mund të fliste edhe me djalin, ka shumë pikë pyetje edhe pas kësaj interviste, në qoftë se ka qenë 100% e vërtet, ose kemi të bëjmë me një marrëdhënie shumë të çuditshme prej 2 vitesh të kësaj zonje me viktimën. Ndjekim hapësirën e dytë publicitare, rikthehemi në pjesën e tretë dhe të fundit të këtij emisioni. Mbas hapësirës së dytë publicitare jemi në pjesën e tretë dhe të fundit, ndërkohë që agjencia jonë Balkanue po zbardhë moment pas momenti të gjithë dinamikën e ngjarjes dhe një nga pistat që ju sapo lexuat zonja Teuta, se do ta jap fjalën më njëherë avokatës zonjës Teuta Shkëmbi, është pikërisht që disa ndërtuesi kishin kërkuar
tokën aty ku banonte pra e vetmja banesë, siç e pam edhe nga pamjet ekskluzive të Anila Akmatej. Po, unë sa po e lexova këtë informacion, megjithatë duhet të jem shumë korrekte dhe e rregullt në sa i përket analizës ligjore. Nëse është kjo pista kryesore. Sa i përket analizës ligjore duhet të jem edhe pak e rezervuar sepse kanë kaluar vetëm 24 orë dhe akoma nuk kemi një deklaratë të policisë të cilat të dalë me një pistë. Po kjo është kryesorja ndoshta. Mendoj se policia dhe prokuroria e Vlorës këtë rast do ta zbuloj shumë herë, duke marrë në konsiderat që brenda 24 orëve janë hedhur pista shumë të rëndësishme. Edhe atë çka thot zonja, megjithëse kam rezervat e mia për ta besuar sa i përket jo kisha marrëdhënie intime po s'kisha, unë mendoj që zonja është e trembur pas asaj që ka ndodhur, duke i ruajtur dhe mentalitetit që kjo gruaja jetonte me një burrë të divorcuar i cili nuk ishte i martuar me këtë prirje gratë shqiptare që t'i fshehin këto marrëdhënie, duke thënë që unë thjesht qëndroja aty kundrejt pagesës si me dhënje qera pagese, por faktikisht në ato që ka thot, se është e sinqert në ato që ka thuhet, nuk me bëj lidhjen që këta të dy s'kan pasur një marrëdhënie intime apo bashkëjetesë normale. Pasi ti bësh dikujt gjellën, t'ja bësh që ndark, ta përgatisesh kur të vi nga puna, etj. Ti dërgosh kafe dhe ushqime edhe në dhomën e komisariatit? Mendoj që edhe një prej pistave do t'ishte që arsyeja se pse ky zotëri ka qenë i ndaluar për më shumë se 24 orë në ambientet e komisariatit. Kjo mund të lidh shumë dhe të zbuloj shumë detaje. Pra, përse ka qenë, edhe në qoftë se marrim pistën që bën më shumë zhurmë, që është kjo që sapo vuhet nga Ballkan Webi, që zona aty e Kuzumbabës është një nga zonat më të lakmuara për të bërë investime dhe prona të rëndësishme, pasi me sa lexova metri katror për një pronë në atë zonë është 1.500 euro për metër katror. Kjo do të bënte sens edhe në qoftë se do kishte qenë për këtë arsye vrasja, por mendoj prapë edhe këtu kam rezervat e mia, sepse mund të uleshin dhe të bënin bisedime, si çdo ndërtues me një pronar toke dhe nuk mund të themi që ishte qëllim për të normalizimin e eliminimit e këtyre vdekjeve, vrasjeve të tmerrshme. Pasi dihet që në gjithë Shqipërinë, ne këtu në Tiranë jetojmë dhe ndërtimi dhe prona kanë këto konflikte, por s'ka pse të shkojë deri në vrasje. Kam rezervat e mia edhe për këtë. Megjithatë mendoj se dëshmia e zonjës ka për të nxjerrë edhe më shumë detaje, ndryshe nga intervista që ka dhënë sot, ka qenë e rezervuar dhe normalisht edhe e traumatizuar për kësaj çfarë ndodhi, pasi ruan edhe se çfarë në Shqipëri thuhet për të. Mendoj se do jetë nga rastet që do zbulohet herët, pasi që të gjitha drejtimet janë në rrugë të ngushta. Pra, deri më tani 3 kemi këto drejtime, për të mos thënë 2. Një është për cilën arsye ka qenë i arrestuar dhe i ndaluar në 24 orë, ajo zbulon, a ka pasur një konflikt midis këtij personi dhe dikujt tjetër dhe ky është mbajtur i shoqëruar dhe pasi janë zbardhur dhe janë kamerat kanë zbuluar një person, por që ka një kapuç dhe nuk duket identiteti. Do arri policia? Unë mendoj se policia do të arrijë ta zbulojë, pasi një kapuç dhe një shall nuk e mbulon dot tipare dalluese të një personi i cili ka kryer një krim apo një vrasje. Dhe mendoj që duke ndjekur vazhdimsinë e kamerave që gjithë zona ka, se vërtet nuk mund të mos ketë ajo rrugica që të çon drejt Kuzumbabajt, por sapo zbret poshtë, ajo është një zonë shumë e lakmuar e cila ka biznese dhe jam e bindur që të gjitha kamerat e kanë kapur dhe e kanë filmuar. Ndaj jam në mendimin që ky rast do zbardhet. Pra, kanë qenë familjarët e 58 vjeçarit ato që kanë hedhur pistën në polici, që ka marrë pronës, pra, që ka marrë vazhdimisht kërcënimin për shkak se aty do bëheshin investimet dhe ndoshta nuk është gjetur gjuha e përbashkët midis 58 vjeçarit që sipas Anilës edhe sipas asaj që ne pam nga raportimi i saj nga vendngjarja ishte e vetmja banesë, nëse mund të quhet banesë. Pasi Anila tha që ishin kushte ekstreme. Ka pasur fqinj thot, por Anila na tregoi që janë 100 metra larg. Për fqinjet. Ama duke që ishte vetmja ndërtesë në atë kodrin dhe vetmja rrugëlidhëse që të çonte tek ajo banesë ishte kjo rrugica qore, siç thani Anila e përbëjnë në zhargonin popullor, që nuk kishte të tjerë në atë zonë. Po, nuk kishte të tjera. Megjithatë, mund të ketë edhe arsye dhe motive për të mos e shpërqendruar shumë. Mund të ketë qenë dhe dëshmitar, siç edhe Eksena e përmendi, mund të ketë qenë dëshmitar i një skene në të cilën nuk duhet të ndodhte. Pra mund të ketë dëgjuar diçka e cila e çoi deri në këtë ngjarje fatale për ta hequr. Probabiliteti për të besuar nga pistat kush mund të jetë. Mund të jetë kjo e ndërtimit, vërtet në Shqipëri, në Tiranë thua ti kanë ndodhur raste të tilla të ngjashme. Kur nuk kanë gjetur absolutisht ura komunikimi për investimin. Po, dhe unë mendoj që në këtë rast mund të arrijë nga ndërtuesi, mund të arrijë një urë komunikimi me këtë zotrin i cili ishte në kushte të vështira, pasi në shtëpi u tha qartë që ishte një banesë. Pra do ishte edhe në interesin e 58 vjeçarit thua ti. Ishte një banesë e cila vetëm për strehim mund të quhej, por ama nuk i kishte fare kushtet e një banese normale
për të jetuar. Duke marrë në konsiderat dhe faktin që ai punonte si roje në këto objekte rreth e rrotut, pra të ardhurat e tij dalim në konkluzion që kanë qenë të pakta dhe në kushtet që ai ishte ndërtuesi do ta kishte shumë thjesht për të arritur në ura komunikimi me këtë zotrim për të marrë pronën e tij në qoftë se kjo do të ishte arsyeja. Pra nuk ishte pse të shkonte në ngjarje fatale deri në marrjen e jetës. Megjithatë, policia sipas nuhatis tënde profesionale do ta zbardhë shpejt. Mendoj se do ta zbardhë shumë shpejt. Po ne nuk duam zbardhjet e ngjarjeve pasi ato ka ndodhur. Duam parandalimin. Parandalimin. Kemi thënë shpesh në këtë emision. A ishte në dorë të policisë së Vlorës apo? Ishte një situatë që ka dalë jashtë kontrollit. Nuk mund ta them këtë, po përderisa ka qenë në komisariatin e policisë për 24 orë, në qoftë se do dalë arsyeja se pse ka qenë atje, me siguri mund të ishte edhe një ngjarje që mund ta kishim parandaluar. Megjithatë, flasim me rezerva pasi ne nuk e kemi një deklaratë të komisariatit policisë Vlorë për të parë dhe arsyeën se pse ka qenë ndaluar. Dhe kjo është vetëm në deklaratën e bashkëtueses së tij, megjithse jam e bindur që ajo thotë vërtetën, është e sinqert pasi jep dhe detajet të cilat thotë që unë kam shkuar në komisariat, kam çuar dhe një kafe te komisariati. Unë them gjithmonë që dëshmia që jepet më një herë pas një ngjarje është gjithmonë e kamufluar për pak për shkak të tronditjes që ajo ka. Po, është më pranë së të vërtetës, sepse teksa ftohet e gjithë situata, fillimi mendor etj. Fillon edhe rezervohesh pak. Ka qenë gjithmonë me të, me siguri e ka dëgjuar një telefonat. Në qoftë se do të ishim në këtë pistë që ne themi për lidhje me ndërtimet, me siguri bashkëtuesja e tij e ka dëgjuar një bisedë dhe një telefonat përderisa jetojnë bashkë. Ndërkohë ajo foli për tjetër telefonat që i kërkonte llogarinë një gruaje tjetër që nuk e dim se kush është që përse e shoqëroi me filanin. Gjithsesi, do ta kishim një indicie, thua ti, në qoftë se do ishte pista e ndërtimit dhe e zhvillimit të zonës. Megjithatë, kanë qenë familjarët e tij ato që kanë dhënë deklaratën policisë. Ju e thatë mirë që intervista apo dëshmia e marr kaq herët, priret që të kamuflojë situatën. Se gjithmonë tronditja dhe se çfarë do të pres atë nga opinioni apo se çfarë mund të ndodhë asaj nga ana ligjore e tremp dhe e bën që ajo të fshet disa gjëra, por në orët në vazhdim jam e bindur që do zbardhet se cila ishte pista. Ta shpresojmë edhe ne të zbardhet sa më parë kjo pistë dhe mos jetë në kuadrin e atyre ngjarjeve që jo vetëm në Vlorë, por kryesisht në Vlorë, por edhe në qytete të tjera janë pa autor. Ndërkohë, Eksena, do doja të ndaloja pak te ky vlerësimi i jetës. E kemi zhvlerësuar deri në detaj, kemi një zonjë që thot edhe jam dhënuar nga ana 58 vjeçarit, po asnjëherë për shkaqe dhe arsye të cilat të mbijetesës, siç e thatë edhe ju pak më përpara, nuk e ka denoncuar dhunën, por e ka kthyer atë në një lloj normaliteti. Megjithatë, flasim edhe një herë për humbjet e jetëve njerëzore. Pothuajse janë së bashku me ato të aksidenteve automobilistike në bilancin e një lufte. Domethënë, çfarë po ndodh në Shqipëri? Pikërisht gjithmonë e më shumë që ne detyrohemi të jetojmë në kushtet e mbijetesës, humbasim disa nga vlerat më thelbësore njerëzore. Sepse ju me të drejtë përmendët efektin e mirënjohjes kur dikush të strahon. Dhe kur këto fillojnë edhe dyzohen, pra sa më ekstremisht një person të jetë i varur në mbijetesë, pra në aspektin ekonomik, aq më shumë krijohet mundësia që njerëzit të humbasin ato vlera njerëzore për të cilat ne flasim në të përditshme, pra ato vlerat njerëzore në shërbejnë që ne të vlerësojmë jetën. Duke qenë se ne jemi në kushte mbijetese. Në kushte mbijetese nuk ka më asnjë lloj parimi njerëzor që na mban ne në kontekstin pozitiv në marrëdhënie me njëri tjetrin. Na bën agresiv, pra kushtet e mbijetesës e bën një person agresiv. Dhe pikërisht këto kushte mbijetese shpjegojnë dhe arsyen pse vrasja bëhet një mjet për të mbijetuar, sepse nuk ka më asnjë lloj arsyetimi, pra personi sa më shumë nevojë të ketë, sa më i dhunuar të jetë, aq më shumë shfrytëzohet nga të tjerët, por prodhon edhe ngjarje, sepse edhe personat që mund ta kenë bërë vrasjen, e kanë pritur, e kanë ditur itinerarin e tij të lëvizjes, kanë pritur që ai të mos bëj asnjë lloj veprimi, sepse e kanë pritur afër shtëpisë. Besoni vrasje për xhelozi, siç tha bashkëtuesja, apo ky motivi që kanë nxjerrë Balkan Web, agjencia jon pak çaste më parë? Kur flasim për kjo është e rëndësishme, se nuk mund t'i besosh dot të dyja, se si ndërtuesit për zhvillimin e zonës nuk kanë gjetur gjuhën e përbashkët me një që mbijetonte, që mund ta kishin gjetur shumë thjesht. Kjo është e rëndësishme, pra që edhe njerëzit mos krijojnë këtë panikun në raport me një vrasje. Pra dy janë, ose janë për kushte mbijetese, pra për sjellje që ndodhen në persona të cilët luftoj me jetën e përditshme, ose një arsye më madhore, të cilën
ti nuk bën që një person të jetoj më sepse ke një interes ndërtimi. Kjo është një arsye më madhore. Kjo është më e frikshme dhe pikërisht hetimi bën që të ndahet, por në përgjithësi ne kemi të vështirë që ta ndajmë këtë lloj hetimi sepse kjo është më tronditse, që për arsye ndërtimi një personit i shpik apo i krijon një problem të jetës së përditshme dhe e shfokuson gjithë arsyen. Duke parë profilin e këtij zotërisë që tashmë fatkeqësisht është viktima, ne kemi mbledhur ato informacione që thonë ishte një zotëri i cili nuk kishte precedente të tjerë penal, nuk njihesh problematik në zonën ku ai jetonte apo dhe punonte, nuk ishte i dhunshëm dhe nuk konsumonte as alkool dhe as substanca narkotike, këto në bazë të çfarë tha vetë bashkëtuesja. Duke i parë të gjithë profilin e viktimës, atëherë unë arri më shumë të anoj sërish tek pjesa e pronës se sa një konflikt i rastit apo raste problematike që vetë zotëria mund të kishte. Gjithsesi mbetem në atë që e zbart më shumë arsyeja sepse ka qenë 24 orë ndaluar në komisariat. Për ta duke analizuar e rëndësishme është zonja cilësoj sepse nuk ka një do ta kuptonte sjelljen e tij. Pra duke qenë hermetik, ai nuk e kuptonte, por gjumi i tij i tepërt, ajo tha konsumonte alkool. Dhe ishte dhe i dhunshëm dhe donte vetëm gjumë. Në rastet kur konsumonte flinte, tha, po nuk është se konsumonte shpesh. Donte vetëm kur. Pra do donte vetëm gjumë. Pra në pjesën më të madhe të intervistës së saj cilëson që ai donte gjumë, flinte shumë gjumë. Dhe sigurisht kjo tregon. Pastaj këtu janë pyetje të tjera për cilat duan marrë me seriozitet. Mirë, ju falenderoj të dyave për prezencën në këtë studio, bashkë do ndajemi këtu, por regjia rjep edhe njerë intervistën që kemi kryer me bashkëtuesen e 58 vjeçarit, bashkë takojmë në ditët në vijim. Ti ke qenë në përpara martuar, po. Ke fëmijë me një bashkë. E divorcuar. Po. Sa kohë kishte që njiheshe me Renato? Nuk mbaj dhe më mirë. Ke më shumë se 2 vite? Po. Edhe Renato ka qenë i martuar dhe i divorcuar. Është baba i fëmijëve, sa fëmijë ka? Ka vetëm një djalë ka. Si ka qenë marrëdhënia jote? Marrëdhënia me ato i gati. Pse i ka? Ishte i dhunshëm? Në ndishte në shtëpi, dhimte. Po pse? Ishte përdoruesi i alkoolit? Jo. Nuk konsumonte alkool? Jo. Drogë? Jo. Pse? Çfarë e kishin këtë konflikt? Se ti që më thoshte mua ikë që ishte ikë, ka shpejtë të mua ikë. Si ishit në hërë me një tjetri? Mama bëri njëra këto. Që të njifte ty dhe njifte ato? Jo, e njifte ajo. Ato? Edhe takoj mua jo rasisht. Edhe më ligi me ato mua. Ati pëse që në shpia jo, e mbajti mua e pastaj. Aty s'lëviza më pastaj. Abi pastaj lëviza pastaj. Ajo ka mikur dhe në Itali. Ka qenë Itali. Sa ka? Zmanë se sa ka më. I këtë bashkë apo vetëm? Jo, vetëm një. Në kohën që ti ishe në bashkëtesë me Renato. Po pse ike? U zure me ato? Jo, fakt. Ike për të punuar? Ika vetë. Ka shumë do ike, ka shumë të punon. E një ikë. Dhe si isha në punë, isha pa punë. Ika. Ase më këseva pa, pasaj. Gjeti një punë dhe po jetonit normalisht? Punë, pasaj, ata në punë. Çfarë punë e bënde Renato? Ai vetëm se rrita aty, gjatite. Përroje të objekte? Tek lokal. Vetëm sa ule shkosh, pinte kafe, në po drejt e vite në shtëpi, pasaj printe gjumë. Si sillemi të në të? Me mua, po. Po nuk sillesh në një shetit, vetëm se printe gjumë ai. Vetëm gjumë do ndaj. Printe? Shtresha, gjumë. Atë në që në dhe ngjarje? Isha në shtëpi unë, në atë kohë. Ti ndërkohë kishe fjetur në shtëpi dhe po merrje turnin e mëngjesit për të pastruar, se ti punon tek pastrimi i qytetit. Ngrita ai në mëngjes, si ngrita mëngjes, në ora 6. Po? Thira telefonin me zile, kështu që pije ora. Kishte vënë orën që të zgjahet. Se dhe unë në kram. Po, sepse duhet shkonte në orën 6 në punë. Jo, në shutelaj. Në ato orë ditaj. Ditë zakonisht. Dite për ditaj, në ato orë. Ndërkohë ai doli ti të qëndrove në shtëpi. Unë qëndrova brenda në shtëpi, dhe ja brenda. Ka shumë aty dëgjova pasaj
Dëgjove të shtënë? Të shtëna, tash unë do jetë fishek zjarre kjo, tash unë, edhe ai fishek zjarre, tash. Veç kur dolan pasaj ishte shtrirë atje. Sa u vonove ti, nga dalja ti deri te dalja jote? Unë dola për jo sa u vesha. Sa u bëre gati? Besoj rreth gjysore? Gjysmore, sa u vesha, sa u bëra gati unë për punë. Kur dolan pasaj, ku shikoj unë atë, ishte shtrirë. Aty pasaj vafova të bortit të madhe, as i ri serdi aty. Serdi as i ri. Ishe Vetëm ajo gjitoni aty po toli. I e pyeta aty, tash bëj, tash penju, tash kush e vravi, tash ajo tha nuk di kjo, ajo tha. Po ti nuk para i ishe, të kishte thënë njërë në një natë Renato që kishte në një shqetësim nga ndonjë tjetër? Fare. Kishte pas në njërë në një konflikt më përpara? Të më parë shumë vite më parë? Të kishte shprehur ndonjë? Jo, asnjë gjë. E dëgjoje në telefon të fliste të kishte ndonjë konflikt ose ndonjë sherrë? Jo, fare. Ke pas në i shërë, në i grindje këshu, a i jo fare. Sa i vinte vetëm në shtëpi, flinte i gjumë mule shposhtë. Sa pinte kafe, pinte në kodreke. Ti vetë çfarë mendoj? Se mund të ketë vetë çfarë mendoj, nuk e ti. Që themi me shkëta ti, si unë e shkëta? Se ti fare. Ke pasur në telefonat nga familjarët e ti? Nga djali? Jo. A i fliste me djalin, unë... Nuk ishe komunikat? Jo. Ti më the që shumë hera i të kishte ndjekur nga shtëpia. Po. Kishte një arsye apo e bënte pa arsye? Jo, e bënte vetë, se ashtu ja thoshte mamja ati. Ka vuajtur ai nga probleme të shëndetit mental? Jo. Asnjëherë. Nuk konsumonte as alkool? Jo. Ishte konsumuar ndonjëherë alkool? Pinte në që këshua i shtrite, më vetëm ose gacmon. Nuk e luja unë. A, pra pinte? Pinte. Raki, çfarë? Raki ai, dhe shtrite, flinte gjupa. Vetëm flinte gjupa. Që degradote? Jo. Nuk ishte i vetëdijshëm për ato që bënte veprime pastaj? Ai vetëm se flinte raki, shtrish, flinte gjupa, nuk Kërkon të zbarë dhe vërteta, je pa shtëpi po më thua, je rrugë. Një pa shtëpi. Je rrugë. Jam rrugë. Sa futuri. Vanessa është ati, e do ta marrin ata që kështu s'kam futuri. Unë robat ati. Ke frikë të shkosh sot? Unë kam frikë. Nuk rrim. Atë në atë ngjarje. Aty, sa doli nga shtëpia i, aty dhe frikë. Se më ndon se mund ndodhi diçka me ty? Mund të ndodhi edhe diçka. Mund të ndodhi edhe diçka, ku ta di. Çfarë kërkon nga shteti? Ai nuk kërkoj nga shteti, du shtëpi. Një stret, një dhëm të vogël, sa për vetë. Të keni një stret të vogël. Je pyetur sot? Ke dhënë dëshminë tënde vetëdijës për atë momentin që pe? Jo. Fare? Nuk je pyetur nga policia? Vetëm nga policia, po, jam pyetur se më morën në policia. Ta pyetur mua, më morën të dhëna të gjitha. Tash unë s'kam gjë. Sa kohë nga momenti që ti pe trupin e bashkëpunësit erdhën njerëzit dhe u lëndua policia? Pas trupin ati ku erdi asnjëri, se unë përtita me të mamën, u lërita, brita poshte lokali, atë kohë që të brita poshte lokali, unë i thash asaj, kamarire. I thash asaj me qik policin, i thash se ma e vrau në Fredi, i thash unë të përtita të marrë, të në po qaja. Atë kohë se isha me... Fredi? Ishte dy emra Renato? Fredi, thosha, atë Fredi në shusik ishte. Kështu t'ishte prezentuar ai? Po, Fredi. Pa ti nuk dije shumë nga jeta e cia, po? Jo. Ai kishte emigruar diku? Kishte qenë jashtë? Kishte qenë ndonjëherë në polici, si ndonjë precedent penal, ndonjëherë i paraqitur në komisariat? Ka që vetë ku morën të brenda. Pse e morën të brenda, nuk e ti për qashë e morën. Sa kohë më parë? Sa shumë? Është arrestuar një herë. E ka thirrur në polici. Nuk e ti për qashë. Po për çfarë? Nuk e ti. E pyete ti kur u kthye në shtëpi? Po e pyetja nuk më dha të dhe. Çfarë të tha? Asi gjë. Nuk të tregoj asgjë? Jo, asi gjë të tregoj mua. Po sa qëndroi në polici? Nuk qëndroi shumë. Sa? Me ora apo me ditë? Jo, nuk e ti ka kanë. Një nata, 2 neta, nuk e ti ka kanë. Doli, pasha erë në shtëpi. Pra, pak kohë më para i ka qenë një arrestuar dhe ka qëndruar 2 ditë që brenda. Te dhomën, tu që ka para burgim. Polina këta. Edhe vajtën këta, pasaj i vajta dhe unë që qova një kafe kështu. E pyte atje?
Po Që pse i ndodhe? thashën, po çfarë arsye i thashën e morën këto i thashë, po çfarë arsye? Çfarë të thanë? Nuk më shpjeguan asë gjë. Mendon se ai mund të ketë pas ndonjë konflikt me ndonjë dhe ti se ke ditur? Nuk e të se ti Mund ta ketë denoncuar dikush që ai u paraqit në polici? se ti. Nuk e di. Domethënë vetëm një herë në bashkëtesën tuaj vetëm një herë ka qenë brenda? Me të mirë. Ky Tu ky të është kjo, policia. Po të ndiqte nga shtëpia, të ka dënuar fizikisht? Ka prekur ndonjë në të? Njerë më qëlloj për arsye se i thashën nuk e gabim. Po çfarë ka bërë? Të tipit si? Ka që se më morë telefonin dhe foli me ikësën. E thashën, punë e këtë, thashën. Niste me ndonjë femër tjetër? Po, thashën, punë e këtë, i thashën se qa punë tjetra. Kush ishte kjo tjetër? Nuk e ti. E kishte ky të njohur? Dhe çfarë po i thoshte kur kërkon të llogari? Po i kërkon të llogari. Çfarë i thoshte nëse mban I mend? thashën, edhe shashën të pashta të kapa veta, kush ishte ai, të djalit po se do liasaj, nuk t'i kjo bori, unë isha brënda. Me telefonin tonë? No jo, a telefonin nuk t'i se në telefonin tim nuk e hapë. Po? Pra, ai ndërkohë u bë xheloz për një grua tjetër. Me atë që dëgjove ti. Pra të gjëva unë. Pastaj kur pola unë, ai më qëlloj. Me grush? Që në tatë. Kishe shkuar një në polici? Përdimin që të kishte ushtruar? Të la shenjë, ke pasur shenjë? Jo, vetëm se më qëlloj me dasta kështu maj. Aty dasta të mija, e lashën për qatë. Dhe nuk guxove më ta pyesi çfarë bërë. E lashën për Ka ti mendon se ai mund të ketë pasur një lidhje tjetër me një femër tjetër? se ti. Sepse ai me dikë tjetër nuk ishte, përveç se bashkëtonte me ty dhe ishte i divorcuar. Po, Ka pasur më marrëdhënie ose lidhje telefonike me ish gruan e parë? nuk e E telefononte ndonjëherë ajo? nuk e ti. Të fliste ndonjëherë për atë? Jo, fare. Fare që më fliste fare, ma i pratë, fare. Pra ti po thuaj që disa ditë më parë se të ndodhte ngjarja, Fredi, Renato në të rast që mbante 2 emra, ka qenë në polici. Po, Do thotë i ndaluar në izolim. Pra në paraburgim. Prej 2 ditësh thotë. Pastaj pas 2 ditësh ai u lirua. po, do. Por ti nuk morë vesh asgjë. Nuk mora të asë një gjë, nuk më thanë asë një gjë. Hajde të thanë, mos asë s'ka asë një gjë më thanë. Pra në këto 2 vite apo më shumë bashkëjetesë është marrë vetëm një herë nga policia. Po, njërë. Dhe ti nuk e ke denoncuar asnjëherë në polici për dhunë që të ka ushtruar. Se ka denoncuar policia. Ke pasur frikë apo? Jo, se më frikë, po se shkajta, se. E në qëria të në. Familjarët e ti, prindrit, vëllezërit, motrat e ti, S'ka frikë. s'ka prindër. S'ka frikë. Kërkon një Kuto histori. vete unë, ja, kuto vete. S'kam kuto vete, kuto shpia, pak ke një stres. Kjo është në përvap më ndoshë mua e në nga të posë të reraca. Ke fjetur atje? Jo, po rria aty derisa të ulesh posha e kam pol në telefon me një zemeva apo e qëka, qaka i thashun një vjetë njës me shemë. Është të mire Të ndoqen nga shtëpia? Në vapën? në përvap. E sa po që në vapën? Po si ndrova shumë, pasa unë gjitha lartë në shpi, Pa i mori kishte. në telefon, po them, thamos, të gjinë në shpi në thamos, po të gjitha në shpi të dhe të gjitha sa vdenë. Pse? Kur erdi lërë, po them, pasi në të dhja. Si në kapë. Hani dark bashk, hani drek bashk, konsumon të një vapë bashk? Po, në bëja gjë, unë bëja gati, ideja për të ngrëna ati, kur linda i, a bëja kja për gati. Pa ti po më thua që nuk ishit një marrëdhënie si burë e grua. Jo. Thjesht po strehoshi se cili të Postrejoja që aty unë që rria të kaj. Konsumonit marrëdhënien time? Jo, në ato një. Thjesht po strehoshi në shtëpi. Vetëm aty që rria. Që merja rrugën, jepja le. Jepi në lekët e Po, tij? po. Po pse? Kimi le. Po pse? Që rria aty. Që panonë aty. A ju ndanit që ranë së bashku?
Ishte shtëpia ati kjo? Po, shtëpia ati. Dhe ti jepja jepi lek. 100.000 lekë aty? Po, jepja lek. Kishit nënshkruar një kontratë gojarisht që ti do jetoja aty dhe do pagoje këto lekë? Jo, jepja vetë tu kisha dëshiru, që mos kisha gojë që të thoshte pasaj a ik në shtëpia, që përzinte më. Përzinte më. Po kur konsumonit ushqime? Edhe këtë radhë ishte mbrëmëtar, sa ma ka të marrë shrokën më thama, do t'i vesh tu ta lekë, Të gjitha? tu, se t'i dhe tu, qashtu pa shumë. Pra ju debatuat para se a i të I thashëm për qashtu, për tha mi më I thashëm të koto, i thashëm lekë të ja, jo të të rallë. Po ku i konsumon të këto lekë? Çfarë bën? Nuk e ti. Se ti ku që. A merr të rogë vetëm? Nuk më tregon të rogën. Nuk ti e asgjë? Jo, fare, nuk më tregon të fare ma i lekë. Ta i ka marrë dhe një makinka, një që nga në aty të gara të Do pytesh makinën? e aty të. E ka blerë? Po, e ka marrë. Ka blerë. Pra ti po më thua që ju keni pasur thjesht keni ndarë një banesë të dy së bashku. Pa ty keni me një kregar ku flinta, a i flinta dhe në kregar të aty. A i flinte këte unë në ambena muri, e batarjeli ja, në batarjeli ja. Si pëshu. E kuptova. Pra nuk konsiderosh se burrë e groa. Ja, vetëm se rria në atë. A i më thoshte ma, ku do vesh, iki në pullo, tashu. Që do mash për të ngrëni, tashu? Me që të ush. Të të bërë drekën. Pastaj ti e gjithë aty. Po, ishte bërë ai bizele me sallat, ishte bërë ai. U lash punën në darkë, në ora 9. E gjeju në shpik të ky rishtri. Ishte zëgjur? Jo, rrite që në telefon. Cila ke biseda e fundit që bëhet mbroj? Biseda e fundit, i thashëm me të kajsë, më tha shumë ai, mos ik në punë, më tha mu, be pushime, tha mu. Përse? Pse i thashëm? Nëse bëj pushim, do bëj mungesë atje. Të hanën nuk e jam pushim. Po përse e donte pushimin tënd? Do pason të vendin aty që ka bërë atë ledhin aty ai, që ka pasuar gjithë ato që ka hedhur ato mbeturin atë i ka prerë ato pëtë. Po, kërkon të rije që të ta ndihmojë. Që ta ndihmoja, si e ndihmova. Pastaj e latë që nuk do rije pushimin. E mimi tha i ka punë. Kaq. Kaq. Kjo ishte biseda e fundit. Kjo ishte. Në mëngjes? Në mëngjes. I thashëm, tu s'ka si të shtëpia i thashëm. Mimi tha se të marrën në kaq. Qa ka shtëpia të hamë. Nuk s'lesha, qa kishte shtëpia hala. Buksat. E kam të edhe për bukë, edhe për bukë. Pse? Ti punoj e vetë? Po punoj. Ti merr të ai vetë? Jo, lekët të lekja vështë. Këto lekët i ka thonë ti mbajnë të një majë që kam, i ka thonë ka me ikë me janë, i ka thonë. E do dalin, i ka thonë, ku do dalë shtu? Po do dalin me një këtu, i ka thonë, për dalë, tu. Ka plot.